Ne duhet të mësojmë fëmijëve tanë se vëllezërit dhe motrat nuk janë vetëm lidhje gjakut. Ato janë strehë të sigurta, fortesa të heshtura dhe shoqëruesit e udhëtimit për jetën. Nuk duhet të ketë asnjëherë midis tyre hapësirë për rivalitet, por vetëm për duartrokitje të sinqerta, përqafime që flasin pa fjalë dhe duart gati për t'i ngritur në ditët më të vështira. Le t'i mësojmë ata që kur dikush bie, tjetri do të jetë aty jo për të gjykuar, por për të mbështetur. Dashuria midis vëllezërve dhe motrave nuk mund të matet, nuk ka nevojë të tregohet. Ne jetojmë, ne mbrojmë, ne nderojmë. Kujdesuni për njëri tjetrin, siç bën me një thesar të çmuar. Sot, nesër dhe madje edhe kur do të jesh vetëm një kujtim në jetën e tjetrit.